Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Quhem Erisa dhe jam 35 vjeçe. Në përgjithësi jam një person shumë i qetë dhe praktik. Punoj në një zyrë marketingu dhe jeta ime zakonisht është një kombinim mes punës, shtëpisë dhe në një kafeje me shoqet. Nuk jam nga ata njerëz që dramatizojnë gjërat apo që bëjnë histori për çdo detaj të vogël. Por ajo që më ndodhi një ditë pas vaksinës së zakonshme, më bëri të qesh edhe kur e kujtoj sot. Ishte një mëngjes i zakonshëm kur vendosa të shkoja të bëja vaksinën. Në atë periudhë shumë njerëz po e bënin dhe gjithandej dëgjoja histori për reagime të ndryshme. Disa thoshin se kishin temperaturë, disa ankoheshin për dhimbje krahu, të tjerë thoshin se ndiheshin shumë të lodhur. Edhe unë kisha pak kurreshtje se si do të reagonte trupi im. Kur shkova në qendrën shëndetësore, gjithçka ishte shumë e rregullt. Infermierja që më bëri vaksinën ishte e sjellshme. Më buzëqeshi dhe më tha: "Mos u shqetëso nëse ndihesh pak e lodhur sot, është reagim normal." E bëra vaksinën dhe u ktheva në shtëpi pa ndonjë shqetësim. Në fillim gjithçka ishte normale. Krahu më dhëmbte pak, por nuk ishte asgjë serioze. Mendova të pushoja dhe të shikoja ndonjë serial. Por pas disa orësh fillova të ndihesha ndryshe. Nuk ishte temperaturë, nuk ishte as lodhje. Ishte një energji e çuditshme që nuk e kisha ndjerë prej kohësh. Fillimisht u ngrita dhe fillova të rregulloja kuzhinën. Pastaj mendova të pastroja pak sallonin. Në një moment e gjeta veten duke lëvizur disa mobilje të vogla që kisha planifikuar prej muajsh që t'i rregulloja. U ndala dhe qesha me veten. Çfarë po ndodh me mua? Normalisht pas pune do t'isha shtrirë në divan duke parë televizor, por atë ditë ndihesha sikur kisha pirë disa kafe njëra pas tjetrës. Fillova të bëj gjëra që zakonisht i shtyja për më vonë. Rregullova dollapët, sistemova libra të vjetër, madje bëra një listë me gjëra që doja të ndryshoja në shtëpi. Kur burri im u kthye nga puna, më gjeti në mes të sallonit duke rregulluar raftet e librave. Ai u ndal në derë dhe më pa me habi. "Çfarë po ndodh këtu? Apo bër revolucion në shtëpi?" I tregova për vaksinën dhe për mënyrën si po ndihesha. Ai qeshi: "Po çfarë ke bërë kështu?" Dhe ndoshta kishte të drejtë. Ajo energji vazhdoi edhe në mbrëmje. Fillova të flas më shumë se zakonisht, të bëj plane për fundjavën dhe të propozoj ide për gjëra që zakonisht i shtyja. Në një moment u ula në divan dhe mendova për një gjë interesante. Ndoshta nuk ishte vaksina, ndoshta ishte fakti që për muaj të tërë kisha qenë shumë e përqendruar te puna dhe rutina e përditshme. Ditët e mia ishin bërë pothuajse identike: punë, shtëpi, televizor dhe gjumë. Ndoshta ajo ditë thjesht më bëri të ndalesha dhe të kuptoja se kisha nevojë për më shumë energji dhe ndryshim në jetën time. Ditët që pasuan, gjithçka u kthye në normalitet. Nuk kisha më atë energjinë e çuditshme të asaj dite, por diçka kishte ndryshuar në mënyrën si e shikoja jetën time. Fillova të gjej më shumë kohë për gjëra që më bënin të ndihesha mirë. Fillova të bëj më shumë shëtitje, të dal më shpesh me shoqet e mia dhe të mos e marr gjithmonë jetën seriozisht. Edhe burri im shpesh e kujton atë ditë duke qeshur. Ndoshta kishte të drejtë, ndonjëherë një moment i vogël, një ditë e çuditshme, apo një reagim i papritur mund të bëjë të kuptosh diçka të rëndësishme për veten. Jeta nuk duhet të jetë vetëm punë dhe rutinë. Ndonjëherë trupi dhe mendja të japin një sinjal të vogël për të kujtuar se ke nevojë për pak më shumë gjallëri, më shumë energji, më shumë gëzim në përditshmërinë tënde. Për mua, ajo ditë ishte pikërisht një kujtesë e tillë.